Lut në Allahun Azza wa Jall pak para se me hangër iftar, por shkak se është një kohë kur Allahu Azza wa Jall nuk ja kthen duat, nuk ja kthen prap lutjet e robëve tina. Do me thonë, në qoftë se lutesh pak para iftarit, po edhe gjatë iftarit, Allahu Azza wa Jall nuk i kthen lutjet në këtë kohë. E dyta, në kohë të syfyrit, lut në Allahun Azza wa Jall, por shkak se syfyri është në pjesën e fundit të 1/3 të natës. Do me thonë, është në atë kohë kur Allahu Azza wa Jall zbret në qiellin e dunjas edhe i thot robëve tina, a ka dikush që lyp e t'japi, a ka dikush që kërkon diçka për meje e t'japi, a ka dikush që kërkon falje e t'ja fali. Do me thonë, pak para iftarit, edhe në syfër, lutë Allahun Azza wa Jall, lutë në Allahun Azza wa Jall pak para se me hangër iftar, por shkak se është një kohë kur Allahu